Shikues të nderuar, përshëndetje. Ne ju përshëndesim nga Ateljeja e piktorit Edin Kaplani. Një vend ku ngjyrat, dritat dhe ndjesitë marrin formën përmes artit. Në çdo të lajot e tij duket sikur frymon deti, kuptimi dhe qetësia që vetëm arti di t'i sjellë shpirtit njerëzor. Sot në Informohu edhe ti do të flasim për ndikimin e artit në shëndetin mendor, në lidhjen e fortë që artisti ruan me vendlindjen dhe natyren, si dhe për rolin dhe sfidat që përballen të rinjt në botën e artit sot. Përmes kësaj bisede do të përpiqemi të kuptojmë më thellë se si arti shndrohet në një gjuhë që qetëson, frymëzon dhe bashkon njerëzit. Edin Kaplani është një prej emrave më të njohur të artit të pamor në Maltezi. Në veprat e tij ndihet ajo fryma mesjetare, e ndritshme, e gjallë dhe shpesh reflektuese, ndërsa simbolika dhe emocioni shtrihen në cikle të tëra krijuese që flasin për jetën, për natyren dhe për shpirtin e njeriut. Përmes ngjyrave, dritës dhe formës, Edini jep jetë peizazhit, njeriut dhe kujtesës së vendlindjes, duke bërë çdo vepër një rrëfim të qetë, por edhe të thellë. Edin, faleminderit shumë që keni pranuar ftesën e televizionit tonë dhe na keni mirëpritur sot në ambientet tuaja këtu në Uqen. Faleminderit nga ju për ftesën dhe ishte kënaqësia ime që t'ju pranoj këtë studio. Studio punëtori, më tepër të them, e cila më lën të shpreh ato emocione dhe ndjenjat e mia. Ju keni lindur në Tivar dhe keni studiuar në Fakultetin e Arteve të Bukura në Prishtinë, në klasën e profesorit të njohur Recep Feri. Si ka ndikuar kjo përvojë në formimin tuaj artistik? Po të flasësh për jetën e studentit apo për studimet është një temë e cila është e gjerë shumë, por një nga temat më të bukura të cilat i mundsohet një studenti apo një artisti. Derisa je në atele, në studime i ke të gjitha kushtet. Dhe shpesh herë na thonte i ndjeri profesor, na thonte që kur delni këtu, prej kësaj dere, kur delni, kur t'i kryeni fakultetin, kur t'a kryeni akademin, atëherë do të tregoni ju se kush jeni. Por si studenta të ri nuk e dishim këto fjalë të kaq të mëdha të ti profesori. Dhe me njëherë mas përfundimit të fakultetet has në pengesa dhe në do situata cilat janë të palakmueshme ndoshta për një artist. Dhe kur kthehesh nga një vend, si vendi i Prishtinës, si vendi i madh, dhe vjen një qytet vogël si Ulqini, edhe pse ndër qytetet më të bukura Bregdetit Malezes, por atmosfera artistike edhe përvoja me artin në këtë qytet është paksa në nivel të ulët. Dhe vim këto nuk ke ku punon, nuk ke hapësirë. Tana këta kushte do t'i realizojsh vetë. Dhe por me angazhimin ton dhe me punën ton të mjaftueshme ndoshta se kjo mjaftueshme do të thotë ditë e natë, nuk do të thonë vetëm me punu një kohë caktuar, por me punën tonë e arrin të gjitha. Mirë, do flasim pas pak edhe për sfidat e shumta, por duhet të di se si ka nisur udhëtimi juaj në botën e artit. E kujtoni atë momentin kur kuptuat se arti do të ishte pjesë e jetës suaj? Po unë si fëmijë i shkollës fillore, si nxënës e shkollës fillore, kam pas të shirë të punoj, si në shtëpi, në shkollë, dhe gjithmonë ato punimet e mia, kur ishte edhe një konkurs ai profesori ose simtari i shkollës fillore, mi merrte punimet dhe ato punime u rendiqen ndër të parat në të konkurse dhe ai ishte një si motiv shtys ndoshta edhe për mua, se ta kuptoj se unë me të vërtet kam talent dhe atë talent ta ruaj, ta zhvilloj dhe të arrij deri në këtë situatë që jam sot. Mirë, do të nxitja juaj më e madhe për të ndjekur rrugën e pikturës kanë qenë profesorat, apo ka qenë ndoshta ndonjë person? Përgjithësi, përgjithësi janë nxitse, janë edhe profesorat, por ndikim kanë edhe familja, prindërit, se
do shohësh edhe në momentin që punoj si profesor, si mesdhënës në gjimnazin e Ulqinit, shoh se ka shumë talent nxënës të talentuar, por ndikimi i prindërve luajnë një rol të madh. Jo se nuk dojnë prindët të vazhdojnë rrugtimin e artit, por mënyra se si qaset arti këtu dhe mënyra e realizimit e një ëndre të fëmijës nuk mund të arrihet më shpejt. Dhe familja si familja, prindët se prindët kanë qef që fëmijën mi pas kur ta kryejnë fakultetin të vendosen në një punë, të kenë para apo të vazhdojnë jetën në një jetë normale. Jetë normale është kjo e artistit, është jetë e bukur, do shta e vështirë, po është ndër jetët më të bukura, sepse përballohen me shumë sfida të ndryshme, me emocione, me ngjyra, kjo është një shtyse, por shtysia kryesore janë familja. Ju jeni pjesë të shoqatës artistëve të Malit të Zi që nga viti 2010, çfarë roli ka pasur kjo anëtarësi në zhvillimin tuaj profesional dhe a ndihmon ndoshta ai bashkëpunimi me artistë të tjerë në rritjen krijuese? Po, unë fakultetin e kam kryer në 2004 dhe do profesorat e saj koha më kanë thënë anëtarsoj në shoqatën e artistëve të Malit të Zi. Por si çdo njeri ka do vizione të ndryshme dhe nuk i kam nap rëndësi shumë atyre fjalëve. Por erdhi një moment në 2010 dhe i dorëzova dokumentet për pranimin në shoqatën e artistëve të Malit të Zi. Më pranuan, është një kënaqësi edhe për mua, por edhe për të gjithë artistët, domethënë, të Malit të Zi, sepse jo se jam unë e dini apo është dikush tjetër, por angazhimi në atë shoqatë apo në atë aktivitet që organizon shoqata e artistëve të Malit të Zi është një nivel, mendoj se është nivel, edhe pse po them se më herët kur ishin formimi i shoqatës të artistëve, kur ishte formimi i shoqatës të artistëve të Malit të Zi në fillim, kanë pas kushte shumë më të mira, kanë qenë të financuar nga shteti shumë më shumë, ndërsa sot ka vetëm një ekspozitë e përgjithshme e cila është e shoqatës të artistëve të Malit të Zi, e cila bëhet një herë në vit. Ndërsa më herët kishin edhe shetije, edhe vizita të muzeve të ndryshme, edhe galerive të ndryshme, por prap ndikimi i tyre dhe komunikimi me piktorë të shoqatës lën një vull, domethënë, në krijimtarinë time. Por do thotë kjo shoqatë përbëhet nga artistë nga Ulqini por edhe më qartë? Jo, kjo shoqatë përbëhet nga gjithë artistët e Malit të Zi. Mirë, qartë. Si do të përshkruani stilin tuaj artistik? Çfarë përpiqeni të përcjellni përmes ngjyrave dhe formave? Po, une kam lloj motive të cilat i përdor. Edhe i punoj. Është këtë stili apo cikli i peshqeve i cilin e kam punuar çështë në fakultet dhe ende e vazhdoj. Mund të them se stili jam është një stil ekspresiv, e cili me një hipotezë apo me shumë hipoteza të ndërtuara, ku lën gjurmën e brushës ose ngjyrës, jep një formë dhe ajo formë shndrohet në një motiv në përgjithësi. Mendoj se ishte ekspresiv, këtu janë motivi i peshqve, ka motivet to janë da cikle, cikli i peshqve, cikli i peizazheve, cikli i figurave abstrakte apo ku e shpreh kulturën, traditën e këtij vendi ku jetoj. Në vërtet diçka shumë e bukur. Po cilat janë temat që ju frymëzojnë më shpesh në punën tuaj, por do të jetë kjo ndoshta e detit, vendlindjes? Po vendindja është si shtyese kryesore, domethënë ky qytet i cili deri tash po them, sa që po shihni edhe vetë se është ditë me diell, por dielli është një motiv shtys, energjia këtij ambienti këto ngjyra dhe kjo hapësirë këto na jep që unë të punoj më shumë apo të reflektoj ndoshta në këto pikturat e mia. Ishte cikli i peshqeve, të thash edhe më herët, kur i punoj. Ndoshta duket formave të ndoshta peshkut.
por në ata peshë që brenda ishte krejt kjo energjia e cila na rrethon. Mirë, po saj përket ngjyrës të cilën, apo siç mund ta shohim, është ngjyra blu, apo është diçka tjetër që ju ndoshta preferoni dhe e keni më të veçantë? Ngjyra blu ndikon kene, por unë nuk jam ndoshta fan si ngjyrës blu shumë. Unë më tepër i kam qef këto ngjyrat paksa më intensive, si e kuqe, si e portokallte, dhe si janë paksa më, si ndoshta ngacmojnë pak më tepër. A mendoni se lidhja me vendlindjen është një burim i pashteshëm për mëzimin për një artist? Po, mendoj se po, se unë i thaq edhe më herët që kjo ambient, kjo energji dhe kjo hapësirë që në rrethon ne jep një burim të pashteshëm që unë të punoj dhe të ndihem më krenar, ndoshta se jam antar i këtij qyteti apo banor i këtij qyteti edhe kësaj vendlindje. Është vetëm të delësh në plazh të madhe, po them kështu, vetë të bësh një shëtitje nëpër brekun e detit, ke inspirim të pakufi. Kështu që është një kënaqësi. Mirë, në një artikull keni përmendur se puna juaj është ndërtuar në cikle ku përzihen estetika, simbolika dhe emocioni. Si e përjetoni ju këto cikle? Janë periudha jetësore, apo faza artistike që lidhen me ato ndjesitë tuaja? Janë edhe periudha jetësore, janë edhe faza artistike, ku gjithë cili artist kalon në dhe faza cilat punon një cikël dhe ndoshta jo se lodhet nga i cikël, po prekupohet shumë me një cikël dhe del një cikël tjetër, shlirohet pakta nga ajo i cikli më hershëm. Mendoj se ka nevojë piktorit të punoj të ketë në atë opusin e tij krijimtarisë, të ketë një cikël, do cikle, jo vetëm një cikël, ku aty e shpreh mandejat emocione ndoshta edhe më tepër. Për shembull, po flas për veten, kur flas për peshqit, flas për peizazhe dhe tash në kohën e fundit jam të punuar da figura abstrakte të cilat tregojnë kulturën dhe traditën tonë shqiptare apo traditën e jonë të Ulçinit, të vendlindjes, mendoj se më jep një shtys, një motiv shtys që të punoj më tepër. Mirë, keni mbajtur disa ekspozita brenda dhe jashtë vendit gjatë karrierës suaj, për të cilat më shumë do na tregoni ju vetë më së miri, dhe si ndjeni ndryshimin e reagimeve të publikut në vende të ndryshme? Kam pas ekspozita ndryshme, domethënë për vende të ndryshme, jashtë shtetit, në shtet në brenda, në qytet ku jetoj. Mendoj se tash ndër të fundit janë 2 ekspozitat e cilat i kemi mbajtur në Prishtinë dhe në Sarajev. Piktori si piktor ka qef gjithmonë të ekspozojnë në vendlindje, të tregoj vendlindjes, të tregoj se çka punon dhe ardashëve këtu, të tregoj se çka punon, me çka merret dhe opusin e tij artistik. Por duke e shikuar nga ky aspekti tjetër është që në këtë Ulçin të vogël pak ka ardashës. Dhe kur hapet ekspozita këtu, vijnë një grup i caktuar prej 10-15 vetave. Është kënaqësi ajo të hapësh, prapë them, është kënaqësi të hapësh në vendlindje. Por a ndihem si piktor në vendlindje, jo. Se ka dallim shumë të madh hapja ekspozitës në vendlindje dhe jashtë shtetit. Sidomos do përmend dy ekspozita që i kishim në 2008 kishim 2017 ishim në Zvicër, 2 piktor, unë dhe një koleg, dhe vitin e kaluar ishim në Austri. Ishte kënaqësi të hapësh në Austri dhe në Zvicër ekspozitë. Nga një aspekt se të vinë media të ndryshme, vinë kritik të artit, vinë ato të cilat merren vesh me art, që kanë qef me ditë për artin, dhe ty të vlerësojnë shumë. Në nesërme, kur hapëm ekspozitën në Zvicër, ishte interesante, ndoshta një përvojë për mu e re. U bë ekspozita, u bë hapja ekspozitës dhe një nesërme, mëngjes, dolme në qytet me shëtit, ishte kënaqësi që të gjithë ato kalimtarët
në përshëndetshëm. Ajo ishte një kënaqësi se ti përmend ke vlerë artistike dhe të respektojnë. Besoj ky është edhe qëllimi juaj deri diku të them apo jo që të prekni ndoshta edhe njerëzit tjerë apo jo me ato emocione që mundoheni t'i përcjellni përmes pikturës. Po qëllimi i secilit piktor është të prek dikën me ato vepra që ka bën. Por ajo kënaqësia kur të përshëndesen të tjerët dhe të njohin nuk jemi banor të zhvizrës. Dhe shkon atje dhe të përshëndesin të moshuar, e të ri, të ndalen, të flasin me ty, të bisedojnë me ty, ishte kënaqësi, ishte me vërtet kënaqësi. Mirë, dhe përmendet që këtu në Ulqin nuk është edhe interesimi aq i madh. Çfarë mendoni se duhet bërë apo ndryshuar në këtë aspekt? Kjo është një pyetje e cila e kam shtjelluar edhe me kolegë tjerë dhe me shumë njerëz tjerë. Në Ulqin nuk kemi galeri. E para gjë, galeri adekuate, e cila është si galeri adekuate, nuk kemi. Janë dy ekspozita, janë dy galeri, në Ulqin, dy galeri të them. Njëna është në Kulën e Balçeve dhe njëna tjetra është në Qendrën për Kulturë, e cila nuk mund ta quaj galeri. Më vjen keq të them vetëm që nuk mund ta quaj galeri. Pse s'mund ta quaj galeri? Se ajo është një hall, një hapësirë e cila ne kalojmë aty parë dhe shkojmë në amfiteatër. Ajo nuk është galeri adekuate. Galeri adekuate do të ketë dihet për masat e galerisë adekuate, dihet standardi i galerisë adekuate. Kështu që shumë kushte ndryshme, shumë kushte na ndikojnë që në Ulqin të ketë një atmosferë artistike. Por kushtet do të thotë janë primare apo? Kushtet është pjesa primare, cilat unë po them, kam diskutuar shumë herë me kolegë. Edhe kemi bërë kërkesa në komunë, të merrem një hapësirë. Fjalë kemi gjetë, fjalë, por vepra askund. Urojmë që në të ardhmen të realizohen këto. Këtë vit gjithashtu keni qenë pjesë e ekspozitës kolektive Ngjyrat e Diversitetit, organizuar në kuadër të ditëve të kulturës së Pakicave në Maltezi. Çfarë do të thotë për ju të jeni pjesë e një ekspozite të tillë? Ishim në ekspozitën e Ngjyrat e Diversitetit në Podgoricë, të organizuar nga Qendra për Ruajtjen dhe Zhvillimin e Kulturave Pakicë në Maltezi, në krye me drejtorin Gëzim Hajdinaga. Na ftoi 3 artistë nga Ulqini, ishim une, ishte Bilal Nikezi dhe Nasser Hasa. Është kënaqësi të shohësh edhe punën e piktorëve të tjerë. Është një kënaqësi edhe të shohin të tjerët se na etiketojnë ndoshta si pakica. Ne jemi pakica, por nuk mund të dallohemi në art pakic. Dhe kur sheh punën e artistëve të tjerë, është një kënaqësi e cila ndoshta komunikon me ta, jo ndoshta, po komunikon me ta, njihemi me ta, flasim me ta, ndërkohë flasim, por është një kënaqësi e madhe, domethënë të hapësh një ekspozitë në të atij niveli. Çfarë përjetoni emocionalisht në momentin kur ekspozoni punimet tuaja për herë të parë në një vend, para publikut të thotë? Unë thaç edhe më herët, kur të ekspozon në vendindje është një emocion i posaçëm, një emocion i veçantë. Edhe pse pak njerëz, por nihesh krenar. Ekspozita gjithmonë, domethënë kur ekspozon, nihesh krenar dhe për atë vepër dhe ishte mirë si të ekspozosh. Pse të ekspozosh? Se ndoshta ne punojmë në hapësira relativisht të vogla, po them. Dhe kur i bëm punimet, i palon punimet, i vum punimet një në tjetrën dhe nuk i shohim përgjithësi punimet, nuk i shohim gjitha punimet. Ose gjithë ciklin cilin e kena punuar, cilin do ta ekspozon. Dhe kur i vën në ekspozitë dhe i sheh në ekspozitë krejt, atëherë është një kënaqësi e vërtet. Mandej edhe kur vijnë kritik të artit edhe vlerësojnë ekspozitën në nivel të lartë, është ndoshta edhe jo ndoshta, po është në nivel, është kënaqësi më madhe. Mirë, ju gjithashtu në Tuzë keni patur para disa vitesh një ekspozitë peshqit apo jo. Çfarë doni të përcjellni përmes saj? Isha në ekspozitë në Qendrën për Kulturë Tuzit. Tema ose titulli i ekspozitës ka qenë peshqit, kanë qenë da forma abstrakte, cilat kanë pas ndoshta ka një peshk, në për pikturë. Këtë cikël në thaç
Cikli i peshqve nuk ishte vetëm peshku, nuk ishte vetëm ajo, por ishte kjo atmosferë dhe kjo ambient i cili na rrethon neve në këtë qytet kaq të bukur. Në korrik të vitit 2024 morët pjesë në ekspozitën ndërkombëtare Ekzistenca 2 në Gjilan me artistë nga diaspora. Mund të mësojmë se si erdhi kjo festë dhe çfarë përfaqësonte për ju kjo pjesëmarrje? Po ftesa erdhi nga artistët apo nga qendra për kulturë apo shoqata e artistëve të Gjilanit. Gjithmonë kur vijnë ftesa është një farë edhe ngacmimi për artistin edhe për ne edhe për gjithë ato pjesëmarrësit. Është kënaqësi të marrësh pjesë edhe me artistë ndërkombëtar, sheh edhe ku ka arrit ata dhe arritjet e tyre, por mund të them me plot kuptimin e fjalës se artistët ndërkombëtar dhe arti ndërkombëtar nuk është larg nash, ose nuk janë na larg tyre, ose janë ndoshta na më afër, më përpara këtyre. Kështu që mendoj se arti nuk ka një barazim apo janë këto se jetojnë atje ma mirë se na, apo jemi ne këto se jetojnë ma keq se ta ma mirë me art. Arti varet sa punon. Nëse je angazhuar me art, nëse punon me art, nëse angazhohesh me art, nëse punon në atë aspektin si thoç edhe më herët fillim ditë e natë me punu me arrit, do arrish. Por ndikojnë gjitha këto në formimin më të gjerë, në atë formimin identik të një artisti. Apo është relativisht ndikojnë. Ndikon shkon, unë po them, kur i viziton muzeet dhe veprat e artistëve të mëdhenj, ata ndikojnë kene. Dhe ai ndikim neve edhe profesori na ka thënë, sa herë si shikni një pikturë, merrni nga ajo pikturë. Por mos janë ngjasoni asaj pikture. Domethënë merrni çka t'ju duket se është në rregull. Në atë aspektin si ti mundesh mi vlerësu se është në rregull. Dhe aq sa merr, aq edhe largoje nga ajo pikturë. Formoje stilin tënd personal. Se me stilin tënd personal do të njohë njerëzit. Ashtu do veçohesh. Si zgjidhni cilat vepra do të ekspozoni? Keni ndoshta një kriter emocional apo estetik? Jo, për ekspozimin e piktura apo veprave të cilat do ekspozoj, domethënë kam damën me cikle dhe nëse vendos me çu ciklin e figurave abstrakte, okay, çaj ciklin e figurave abstrakte. Nëse çaj ciklin e peizazhe, nuk ka diçka se për artistin edhe kur flas për pikturat e veta është si të flash për vetveten. Pse ashtu se për trupin e vet, se zile cila pjesë e pikturës, zile cila pikturë, domethënë ka diçka tonë në atë. Edhe kur shes piktura, më duket se e jep një pjesë trupit tim dikujt tjetër atje. Kështu, domethënë, Përse vlerësoni, po. Kështu është. Gjithnjë më shpesh flitet për atë fuqinë terapeutike të artit. A ndjeni ju që arti ndihmon në atë qetësimin dhe balancimin e mendjes? Po, kohën e fundit domethënë flitet shumë për këtë moment apo moment qetësimi në art, edhe ndjem, edhe kur vim këto, unë më thosh, vi në këtë hapësirë, në hapësirët unë më herët kisha këtë galerinë apo atelen kisha në shtëpi. Por në shtëpi gjithmonë jo familja, jo fëmija, jo diçka, kërkojnë diçka nga ti. Dhe momentin kur e lën brushën, apo e lën ngjyrën, ose e lën pikturën, mu rikthym për pikturën është paksa më vështirë. Kur vi këtë hapësirë, qetësohem. Domethënë vetë fakti si vjen këto, ndoshta ka ditë edhe se s'punoj. Nuk punoj, vi, shfletoj një libër, merr 2-3 piktura, i selektoj. Domethënë vetëm vetë fakti që vjen një pikturë non-stop këto, për ditë këto, për një orë me arto është punë. Edhe pse nuk është punë intensive, me punë me bë pikturë ose me bë një krim të ri, por ardhja në atelier qetëson. Mirë, përmendet pak më herët që jeni profesor i artit. Mund të mësojmë pak më shumë se sa i përket interesimit të rinjve, si e shohin ata artin sot? Përpos atij indikimi që përmendet pak më herët që ka një rol të mandotot edhe familja, por sa i përket të nxënësve, si e shohin ata artin, si u duket atyre arti? Unë jam profesor në gjimnazin Llazërin Bashkim Luqin, është një shkollë e mesme e cila ishte kombinuar. Kemi talent shumë,
të mëdhenj, kemi shumë, të them, kur them të mëdhenj, kemi talente shumë. Ne si jemi 2 profesorë aty cilët punojmë, e kemi formuar edhe një grup art club, thirret, grupi i cilët punojmë jashtë orarit punës. Fëmijët janë të kënaqur, mendoj, kur vinë aty relaksohen. Vjen kjo pyetje më herët, që vjen në atele, ne kemi bërë atë kabinetin si atele me kavaleta, me pëlhura, punon shumica punime edhe me thonë që punohen në pëlhur, akrilik në pëlhur. Talenta ka, por vjen fakti mandej kur e përfundojnë shkollën e mesme, a vazhdojnë Akademinë e Arteve apo jo, mandej metën një pikpyetje e madhe. Ç'të them, aty edhe unë si profesor, si mësues, jam krenar kur hyjet brenda dhe i shoh ato nxënës duke punuar dhe talentin e tyre duke e shprehur, fakt se ato kanë nevojë për ne, kanë nevojë për mua, kanë nevojë për profesorin tjetër, se ende nuk janë të formuar në atë nivel që të realizojnë një pikturë e cila e realizon vetë, por ka nevojë gjithmonë ka një diskutim apo ka një korektim nga ana jonë. Natyrisht, po. Po organizoni ndoshta ekspozita për diçka që ta kene ata si një shtys apo jo, si një motivim apo Po, na si shkollë e kemi një tradicionale, një ekspozitë tradicionale ditës shkollës, ku ekspozojnë punimet e tyre. Në fakt, ajo ekspozohet dhe mediatikisht përcillet shumë. Është një ndër ekspozitat sa i përket gjeneratës të re, ndër ekspozitat më të bukura, me plot kuptimin e fjalës, mund të them. Më herët vitin e kaluar, dhe me thënë, vitin e kaluar shkollor, 2004-2005, ishte një ekspozit e 2 motrave, e cila ishte një klasi jo për ne, por edhe për prindërit e tyre, edhe për shkollën tonë, edhe për krejt këtë komunitet tonin, që u bë një ekspozit e tillë, ishte një motiv shtys. Jo vetëm për ta, por për të gjithë ato që janë në klubin e artit, art klubin në shkollës tonë. Mirë. Po, a mendoni se teknologjia dhe rrjetet sociale kanë ndihmuar apo penguar në zhvillimin e artit klasik? Pa nuk mund të them as kanë ndihmuar, as kanë penguar. Rrjetet sociale kanë punën e vet. Unë mendoj ashtu, për me ndihmu apo me të pengu nga krijimtaria jote artistike, nëse ti e ndjen atë se do të bëjsh, mendoj se nuk ndikon. Sa ndikim kanë shkollat apo institucionet kulturore në zhvillimin e një të riu që ka prirje artistike? Kanë shumë. Vetë fakti që ne kemi këtë klubin e artit në shkollë, dhe më thënë, ndikon shumë në zhvillimin e tyre. Ai zhvillim ndërkohë ato fillojnë që shkollë fillore fillojnë me punu dhe dallohen ato nxënës të cilët kanë talent. Se ne grupet apo orët i mam në kabinet me krejt nxënësit. Por këtë orën shtesë apo orë shtesë që i mam me një grup të caktuar që i kena përzgjedh nga gjithë e cila klasë ka 2 veta, 3 veta, 1 ndoshta as 1. Dhe ajo ndikon shumë për realizimin apo shtyse, për një motiv shtys për të punuar atë më tepër. Do me do të ju pyesët pyetjen e famshme, a mendoni se është deri tek talenti apo deri tek puna që nxënësit të rinj t'japin vetes? Adinsisht, është puna që kjo punë është 1% ndoshta është talenti dhe 99% është puna. Dhe pa atë punë, ai talent do shuhet. Dhe pa talent, njëta gjë është. Dhe pa talent, me tanë këtë punë, nuk është nivel. Kështu që të dyja, bashkimi të dyjave do të gjetë balanca, po. Një balancë të mirë. Keni pasur ju rast të punoni apo bashkëpunoni me artistë të rinj, përveç punës që bëni, do të thotë në shkollën e mesme? Kam pas rast të shkoj për koloni të ndryshme. Aty ka artistë të rinj, të moshuar, domethënë, vetë kombinimi aty në artista është një shtys apo një kënaqësi e madhe që
atë të ri të mësojnë nga ju, ti të mësosh nga më i moshuari, dhe me thonë, ishte aja bashkëpunimi dhe aja lidhja ndërmjet artistit e cila ndikon në zhvillimin e vetë artistik. Mirë, dhe nëse do të mund të përcjellni një mesazh për publikun e ri që po ndjek këtë bisedë, çfarë do të thoshit për rolin që arti mund të ketë në ruajtjen e shëndetit mendor dhe shpirtëror? Une, kur vjen pyetja për ruajtjen e shëndetit mendor dhe shpirtëror, unë personalisht mendoj edhe ashtu ndihem kur vi këto të gjitha të brenga që i la mbrapa dhe kënaqem me këtë punën time. Mendoj se vetë marrja dhe një fushë apo një ngjyrë aty të liron nga gjithë ky stres i cili na ka prekupuar edhe na parakupon me vite. Atëherë më mbetet ju falenderoj shumë për kohën tuaj, për ftesën që keni pranuar, ftesën e televizionit Bojën dhe që na keni pritur këtu në këtë studio kaq të bukur, ishte kënaqësi. Ju dëshirojmë shumë suksese. Faleminderit ju, kënaqësia ishte ime. Arti është më shumë se një pasion. Është një mënyrë për të jetuar, për të parë dhe për të ndjerë botë ndryshe. Në çdo telajo, në çdo ngjyrë, në çdo dritë që dëpërton në veprat e këtij artisti, fshihet një ndjenjë të thellë në lidhje me natyrën, me detin, me njeriu dhe me jetën vet. Nëpërmjet artit, ai arrin të shprehë ato që shpesh fjalët nuk mund ta tonë, qetësinë, reflektimin dhe bukurinë që lind nga përjetimi i përditshmërisë. Krijimtaria e tij është një ftesë për të parë botën me sy të tjerë, për të kuptuar se arti nuk është vetëm një zbukurim, por mënyrë për të shëruar, për të medituar dhe për të gjetur atë paqen e brendshme. Sot mësuam se arti nuk ka kufi, ai përket atij që ndihen, krijon dhe beson. Ngjyrat bëhen fjalë, dritat bëhen melodi dhe çdo vepër bëhet histori që jeton përtej telajës. Faleminderit që ishit me ne, mirupafshim në emisione tjera.